Unë jam Donika Domazeti, jam 17 vjeqe, vi nga Shkupi dhe studioj për kanto. Me që studioj për kanto dhe jam këngëtare, kam pasur disa oferta disa grupeve muzikore në Shkup, por për momentin i kam lënë pak anash, sepse mendoj që Voice do t'jetë një eksperiencë më e mirë për mua. Kam filluar të këndoj që në klasë të 6, kam pasur disa koncerte të ndryshme dhe kam luajtur në një musical që quhet The Stonebridge. Kam zgjedhur Voice-in sepse aty shoh profesionalizëm dhe unë kërkoj profesionalizëm. Kam shumë emocione, por do mundohem t'i kontrolloj ato derisa dal në skenë dhe përgjatë skenës. Shpresoj që karriket do të kthehen, por besoj që do të kthehen. Hit 'em all, switch it up, put them on, zip it up with my perfume, suck into your sweater, say you'll be here soon, so nothing better, no option for, keep saying no, I won this game, just play your role, follow my lead, what you waiting for, start it over and decide it. Talentje. Si quhesh? Donika Domazeti. Okej, Donika, ti do vish në skuadrën time, unë da. Donik, a shef Skënderbeu unë Donik. Donika, sa vjeqe e Donika? 17 vjeqe. 17 vjeqe. Shte vogël, ajo duket, dhe 2 gjërat vogla krejt, si më dhanë, falen edhe te i falen. Falen pa tjetër që falen. Jo, për aty e pak vështirë se ishte shumë nalt me familjet, më dhe shpesh u emocionu, u kthyt ju tret, nuk besoj që na problem. Me që atë i gjanë sta fali që shikoj e token, mos e shif token asnjëherë. Shif publikun duar tonë. troket. Je, pësman, shumë afër perfektes. Zusha, polu me gjatë, Zusha. Po të vish me mua, du ta prekim finalen. Ua, po këto e premtimet në dhaja elektorale do të thotë. Jo, nuk jam deklarata. Mos bëm premtime fushatash. Mua më pëlqeu sepse ti e ke personalizuar këtë këngë, e solle në mënyrën tënde, ishte një zgjedhje e përkryer dhe për mua je një ndër zërat e rrallë të The Voice-it. Do doja shumë të punonin bashkë, kështu që të pres. Ja lë juve stafetën. Jo, e di që më pëlqeu shumë, është shumë e vogël për ta konceptu një këngë. Fakt, në qoftë se i hynë si analizë, je e vogël për ta mendu thellësisht, për ta perceptu një këngë, ku janë ngritjet intonative, ku është dinamika, ku duhet me lëshu zërin ma shumë, ku mu të rejqë, sepse je e vogël, është rrugë kjo. Mirë po, ajo që më bëni përshtypjet e ti ishte që kur shkova aq lartë në falset, sepse ta mundëson zëri me shku shumë lartë në falset, u duk si kur e humbe rrugën, po jo. Dhe mjeshtria e një këngëtar është mu këthy prap aty ku... U këthy shumë shpejt unë zërë. U këtheve shumë shpejt. E kapi. Rrezikoj pak sa, po u këthy. Po.
Për mu prap arsyeja pse nuk e shtypa butonin nuk ka të bëjë me cilëtetin ton vokal, je fantastike, je shumë e mirë, pajtuam me Kreqa kanë thonë koleg, thjesht nuk je stili jam, unë e pash që të gjithë coachët e kthyn, edhe vendosa mos me kthy se ma mirë ki me kalu me... Po pse nuk thuaj që kishe frikë mu përball me ne më burr. Thuaj më burr, pranoje. O njeri, jemi në televizion, pra, këtu nuk i themi të gjitha. Apo zgjidh njërin tonik, zgjidh tonik. Gjithë. Se kishe menduar ti në shtëpi që mund të të përzgjidhim ne? E kam mendu pak, ama Okej. s'kam mendu që keni mu këthy. Qysh mëre? Qysh mos më kthy çfarë kantore e mirë? Në sindrit. Hajde ma në fund, hajde mashallah, urime pas për hajde fund. I kemi luaj. Mirë se erdhe. Më fal. Vene. E boni bota një qike. E boni bota një qike. Shumë urime. Bravo, që unë nuk e prisja që ti të këndoja aq bukur, shikoja kështu korridoreve të veshur kaq mirë, por nuk e dija që ishe këngëtare kaq e mirë. Shumë urime. Tani ti e di që eksperienca në The Voice tregon se kur vjen nga Maqedonia, e sigurt që shkon në finale, mund të fitosh edhe The Voice. Shpresoj. Ti prej egzaltimit tash i rritën fort.